një 16 vjeçare mban mbi supe peshën e përgjegjësive që nuk duhet të ishin të saj. Një nën që punon si punëtore shtëpie lufton kundër vështirësive për të siguruar jetesën e familjes. Një mundësi shfaqet, por me të vjen një çmim që mund t'u kushtoj gjithçka që kanë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori prekse. Ora e alarmit ra në 5 të mëngjesit, si çdo ditë. Teuta hapi sytë dhe ndjeu peshën e njohur të shqetësimit t'i shtrëngonte gjoksin. Në anën tjetër të dhomës së vogël, vajza e saj era ende flinte, me fytyrën e qetë që kontrastonte me pjekurinë e parakoshme që mbarte në sytë e saj kur ishte zgjuar. Në moshën 16 vjeçare, vajza kuptonte më shumë për jetën se sa Teuta do të dëshironte që ajo të kuptonte. Teuta u ngrit në heshtje, duke bërë kujdes të mos bënte zhurmë. Apartamenti me 2 dhoma në lagjen Kombinat, në periferi të Tiranës, ishte gjithçka që mund të paguanin me rrogën e saj si punëtore shtëpie. Muret e rreveshura dhe era e vazhdueshme e lagështirës i kujtonin vazhdimisht kufizimet e jetës që bënin. Por ajo ishte shtëpia e tyre, e ndërtuar me dashuri dhe sakrificë që kur bashkëshorti i kishte braktisur 5 vjet më parë. Në kuzhinën e vogël, Teuta përgatiti kafen e hollë që do të ishte mëngjesi i të dyjave. Sheqeri po mbaronte, ashtu si pothuajse çdo gjë në qilar. Një tjetër javë e vështirë përpara. Ndërsa përziente pijen e vakët, mendimet e saj fluturuan te faturat e papaguara të grumbulluara mbi tryezën e vogël të dhomës së ndenjes. Qiraja kishte kaluar afatin prej 3 ditësh dhe zonja pronare kishte kaluar 2 herë për të kërkuar paratë. Nën, zëri i butë i erës e ktheu në realitet. Vajza ishte te dera e kuzhinës, me flokët e shpupuritur dhe sytë ende të përgjumur, por duke treguar tashmë atë vëmendje karakteristike që e bënte të vërente çdo gjë përreth. Mirëmëngjes, shpirti im. A fjetët mirë? Teuta detyroi një buzëqeshje, duke u përpjekur të fshite ankthin që po e brengej. Era u afrua dhe përqafoi nënën nga beli. Ajo ishte më e gjatë se Teuta tani, dhe kjo diferencë lartësie vetëm sa ja shtonte gruas ndjesinë se koha po kalonte shumë shpejt. Je e shqetësuar përsëri, vuri re vajza, jo si pyetje, por si konstatim. Jam mirë, e dashur. Vetëm po mendoja për ditën e sotme. Teuta i ledhatoi flokët të bijës. Kam një intervistë për një punë të re. Një tjetër? Era rudhi ballin. Javët e fundit, Teuta kishte provuar disa mundësi, të gjitha pa sukses. Tregu ishte i vështirë dhe familjet preferonin punëtore më të reja ose me referenca që ajo nuk mund t'i ofronte. Kjo është ndryshe, tha Teuta, duke u përpjekur të përcillte një besim që nuk e ndjente plotësisht. Agjencia tha se familja paguan shumë mirë. Me të vërtet shumë. Është një shtëpi e madhe, në lagjen Bllok. Era tundi kokën, por Teuta vuri re mosbesimin në shikimin e vajzës. Vajza ishte shumë inteligjente për të pranuar shpresa të kota. Kishin kaluar shumë zhgënjime së bashku dhe Era kishte mësuar të vinte në pyetje premtimet që dukeshin shumë të bukura për të qenë të vërteta. 2 orë më vonë, Teuta ishte para një porte madhështore në lagjen më ekskluzive të kryeqytetit. Shtëpia pas mureve të larta ishte më e madhe se çdo gjë që ajo kishte parë ndonjëherë personalisht. Kopshte të patëmet, një shatërvan në mes të oborrit, makina luksoze të parkuara në garazhin e hapur. Ishte një botë krejtësisht e ndryshme nga e saja. Intervista u drejtua nga një grua mesatare në moshë, e veshur mirë dhe me një ajër superioriteti që mezi e fshite. Dafina e vëzhgoi Teutën nga kokat e këmbët me sy kritik, sikur po vlerësonte një mall. E kupton që kjo është një punë që kërkon përkushtim total, tha Dafina, duke ecur ngadalë rreth Teutës ndërsa fliste. Zoti Agon Kastrati është një burr shumë i veçantë. Ai pësoi një aksident të rënd që e la të verbër dhe ka nevojë për kujdes të veçantë. Nuk tolerojmë gabime ose neglizhencë. E kuptoj plotësisht, zonjë, u përgjigj Teuta, duke mbajtur qëndrimin drejt pavarësisht nervozizmit. Rroga është bujare sepse kërkesat janë të larta. Do të jetonit këtu gjatë javës duke pasur të lira vetëm të diellat. Dafina ndaloi para Teutës dhe e shikoi drejt në sy. Ka një rregull që është absolutisht i pakontestueshëm, nuk pranojmë punëtore me fëmijë. Fëmijët janë një shpërqendrim dhe një problem që nuk jemi të gatshëm ta tolerojmë. Zemra e Teutës u fundos. Ishte gjithmonë e njëjta gjë. Unë kam një vajzë, pranoi ajo me zë të ulët. Çfarë moshe?
16 vjeç. Dafina ngriti një vetull. E po, teknikisht nuk është më fëmijë. Por gjithsesi, fëmijët nënkuptojnë përgjegjësi të ndara, telefonata, urgjenca. Nuk mund ta marrim këtë rrezik. Teuta gëlltiti pështymën. Rroga e përmendur nga agjencia ishte 3 herë më shumë se çdo gjë që ajo kishte fituar ndonjëherë. Ishte shansi për të nxjerrë familjen nga varfëria, për të shlyer borxhet, për t'i dhënë një jetë më të mirë erës. Dhe nëse ajo nuk do të ishte problem, nëse do të ishte një vajzë e përgjegjshme, e pjekur, e pamundur. Rregulli ekziston për arsye të forta. Dafina u kthye për t'u larguar. Faleminderit për kohën tuaj, por nuk do të jetë e mundur. Ju lutem, thiri Teuta, me zërin që i dridhej. Vajza ime është ndryshe. Ajo është e pjekur, e përgjegjshme. E kupton kur më duhet të punoj. Nuk do të ishte pengesë, ju garantoj. Dafina ndaloi dhe u kthye ngadalë. Po sugjeroni që do të gënjenit në formularin tuaj të punësimit? Teuta ndjeu tokën t'i dridhej nën këmbë. Ishte kjo. Ishte të gënjeje ose të vazhdoje në mjerim. Nuk do të ishte saktësisht gënjeshtër. Do të ishte lënia pas dore e një detaji që nuk do të ndikonte në punën time. Një buzëqeshje e ftohtë u shfaq në fytyrën e Dafinës. Interesante. Dhe ku do të qëndronte kjo vajzë netëve që ju do të ishit këtu? Ajo është e pavarur. Mund të qëndroj vetëm pa probleme. Dafina e studioi për një moment të gjatë. A jeni absolutisht e sigurt se ajo nuk do të jetë problem? Sepse nëse zbulojmë diçka, do të shkarkoheni menjëherë, pa paralajmërim ose pagesë. Jam e sigurt, gënjeu Teuta, duke e ditur se po rrezikonte në një mënyrë që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Shumë mirë. Filloni nesër. Merrni vetëm gjërat e domosdoshme. Ka uniform dhe çdo gjë tjetër që ju nevojitet këtu. Dafina i dha një kartë me adresën dhe orarin. Dhe mbajeni mend, një përmendje e vetme e kësaj vajze, një herë të vetme që ajo të shkaktojë ndonjë shqetësim, dhe biseda jon përfundon përgjithmonë. Gjatë rrugës për në shtëpi, Teuta ndjeu një përzierje lehtësimi dhe tmerri. E kishte fituar punën, por me çfarë kostoje? Si do t'ia shpjegonte erës se do të duhej të qëndronte vetëm pjesën më të madhe të javës? Si do ta binte vajzën të pranonte një jetë edhe më të kufizuar, të fshehur si një sekret i turpshëm? Kur mbërriti në apartament, gjeti erën duke studiuar në tryezën e dhomës së ndenjes, e rrethuar nga libra të huazuar nga biblioteka publike. Vajza ngriti syt plot shpresë kur pa nënën të hynte. E fitove? Pyeti ajo, duke e lexuar tashmë përgjigjen në fytyrën e Teutës. E fitova, por... Teuta u ul rënd në karrigen pranë vajzës. Ka një kusht. Era mbylli librin ngadalë. Çfarë lloj kushti? Teuta tregoi gjithçka. Rregullin për fëmijët, gënjeshtrën e nevojshme, kërkesën për të qëndruar në shtëpi gjatë javës. Pa fytyrën e vajzës të ndryshonte ndërsa fliste, duke kaluar nga shpresa fillestare te kuptimi dhe, më në fund, te një vendosmëri që e surprizoi. Do ta pranojmë, tha era thjesht. E dashur, a e kupton se çfarë do të thotë kjo? Do të qëndroje vetëm këtu pjesën më të madhe të kohës. Dhe nëse ata e zbulojnë, ata nuk do ta zbulojnë. Zëri i erës kishte një vendosmëri që Teuta nuk e priste. Nën, unë e shoh se si vuan çdo ditë duke u përpjekur të paguash faturat. E shoh se si fajson veten që nuk mund të më japësh një jetë më të mirë. Ky është shansi ynë. Por ti je vetëm një adoleshente. Nuk duhet të fshihesh sikur je diçka për të cilën ne turpërohemi. Era mori duart e nënës. Nuk është turp, nën. Është mbijetesë. Unë e kuptoj ndryshimin. Ajo pushoi duke zgjedhur fjalët me kujdes. Dhe ndoshta është më mirë kështu. Mund të fokusohem te studimet dhe ti nuk do të duhet të shqetësohesh për mua gjatë punës. Teuta ndjeu lotët t'i digjinin syt. Vajza e saj po rritej shumë shpejt duke marrë përgjegjësi që nuk ishin të saja. Por gjithashtu njohu forcën te vajza, një pjekuri që vinte nga vështirësitë që kishin kaluar së bashku. Je e sigurt? Pyeti Teuta për herë të fundit. Absolutisht. Por më premto një gjë, nëse ndonjëherë unë bëhem problem ose nëse ti ndihesh keq me këtë situatë, do të ndalojmë menjëherë. Nuk ja vlen të sakrifikojmë dinjitetin ton.
Teuta e përqafoi fort të bien, e impresionuar edhe një herë me urtësinë e parakoshme të erës. Të premtoj. Dhe të premtoj gjithashtu se kjo është e përkohshme. Derisa të mbledhim para të mjaftueshme për një jetë më të mirë. Atë natë, ndërsa organizonin pak rrobat e Teutës në një valixhe të vogël, të dyja e dinin se po kalonin një kufi. Ishte fillimi i diçkaje që do të ndryshonte jetët e tyre në mënyra që ende nuk mund t'i imagjinonin. Ajo që fillonte si një nevojë e dëshpëruar, së shpejti do të shndërrohej në diçka shumë më komplekse dhe të rrezikshme. Mëngjesin tjetër, Teuta u përgatit të hynte në një botë ku do të duhej të shtirej sikur ishte dikush që nuk ishte, ndërsa era u përgatit për një vetmi që do të testonte forcën e saj në mënyra të papritura. Asnjëra prej tyre nuk e dinte se ky vendim do t'i çonte në zbulimin e sekreteve që do të tronditnin jo vetëm jetët e tyre, por edhe jetën e njerëzve në shtëpinë ku Teuta do të punonte. Vila e Agon Kastratit ishte edhe më mbresëlënëse nga brenda se sa Teuta e kishte imagjinuar. Mermer i lëmuar mbulonte dyshemën e hollit të hyrjes dhe llambadar kristali vareshin nga tavani i lartë si xhevahire të pezulluara. Çdo detaj bërtiste luks dhe rafinesë, por kishte diçka në atmosferë që e bënte të ndihej jo rehat. Ndoshta ishte heshtja e rëndë që mbizotëronte në mjedis, ose mënyra se si Dafina e vëzhgonte me sy llogaritës ndërsa shpjegonte rregullat e shtëpisë. Zoti Agon mban një rutinë të rrept, tha Dafina, duke ecur nëpër korridoret e gjera me hapa që jehonin mbi mermer. Zgjohet në 7, ha mëngjes saktësisht në 7:30 dhe preferon që vaktet e tij të shërbehen gjithmonë në të njëjtat enë, në të njëjtin vend. Që nga aksidenti, ai është bërë shumë i ndjeshëm ndaj ndryshimeve në rutinë. Teuta ndiqte shpjegimin me vëmendje, duke u përpjekur të memorizonte çdo detaj. Shtëpia kishte 3 kate, kopshte të brendshme dhe të jashtme, një pishin të mbuluar dhe dhoma që dukeshin si të dala nga revistat e dekorimit. Ishte një botë krejtësisht e ndryshme nga çdo gjë që njihte. Ai nuk pëlqen të trajtohet si invalid, vazhdoi Dafina, duke ndaluar para një dere prej drurit të errët. Është një burr krenar që ndërtoi një perandori biznesi para aksidentit. Verbëria e latë të brish, por ai uren shfaqjet e mëshirës. E kuptoj, mërmëriti Teuta, duke rregulluar uniformën e re që Dafina i kishte dhënë. Pëllura ishte e një cilësie më të lartë se çdo robë që ajo zotëronte, por ndihej jo rehat, sikur po vishte një kostum maskimi. Dafina trokiti lehtë në derë. Agon, i dashur? Kjo është Teuta, punonisja e re që do të ndihmoj me shtëpinë. Hyni, erdhi një zë mashkullor nga ana tjetër. Teuta mori frym thellë para se të ndiqte Dafinën brenda asaj që ishte qartësisht një zyrë. Raftet të mbushura me libra mbulonin muret dhe një tryezë madhështore dominonte qendrën e dhomës. Pas saj, një burr rreth të 40-tave ishte ulur, me fytyrën e kthyer nga dritarja. Edhe pa e parë drejt për drejt, Teuta vuri re menjëherë se Agon Kastrati kishte një pranim mbresëlënëse. Supet e gjera, qëndrimi drejt dhe një intensitet që rrezatonte prej tij edhe duke qenë i palvizur. Teuta, tha Agoni, duke u kthyer nga zëri i saj me lëvizje të kujdesshme. Dafina më tregoi për përvojën tuaj. Shpresoj të ndiheni rehat këtu. Faleminderit, zoti Kastrati. Do të bëj më të mirën për të plotësuar nevojat tuaja. Agoni tundi kokën. Teuta vuri re se sytë e tij ndonse të drejtuar nga ajo, dukej se nuk fokusoheshin plotësisht. Aksidenti i kishte marrë atij më shumë se sa shikimin, mendoi ajo. Kishte një trishtim të thellë aty, një dorëheqje që prekte diçka në zemrën e saj amtare. Teuta do të kujdeset për pastrimin e përgjithshëm dhe do të ndihmojë në kuzhinë, shpjegoi Dafina, duke u vendosur paksa mes Teutës dhe Agonit. Ajo e kupton që ju vlerësoni privatësinë tuaj dhe nuk do t'ju shqetësoj pa nevojë. Sigurisht, ra dakord Teuta, ndonse vuri re diçka të çuditshme në tonin e Dafinës. Kishte një posesivitet aty, sikur ajo po shënonte territorin e saj. Në ditët që pasuan, Teuta u zhyt në rutinën e shtëpisë me përkushtimin që gjithmonë karakterizonte punën e saj. Ngrihej herët, përgatiste kafen saktësisht siç e pëlqente Agoni, organizonte shtëpinë që ishte tashmë e patëmet dhe përpiqej të qëndronte e padukshme siç e kishte udhëzuar Dafina. Por ishte e pamundur të mos vinte re dinamikat e çuditshme që qeverisnin atë mjedis. Dafina kontrollonte gjithçka. Që nga korrespondenca që vinte për Agonin deri te telefonatat që ai merrte. Ajo filtronte informacionin, vendoste se çfarë ishte e rëndësishme dhe ishte gjithmonë e pranishme kur dikush përpiqej të fliste me të.
Teuta filloi të pyeste veten nëse kjo ishte mbrojtje apo izolim. Gjatë detyrave të saj, Teuta vëzhgonte Agonin më shumë se sa duhej. Kishte diçka tek ai që zgjonte kurreshtjen e saj. Pavarësisht verbërisë, ai lëvizte nëpër shtëpi me një familiaritet që shkonte përtej thjesht përshtatjes. Njinte çdo cep, çdo mobilje, sikur hartat ishin të gdhendura në kujtesën e tij. Por kishte momente kur ajo e kapte atë të palvizur, sikur po dëgjonte. Ose po vëzhgonte. Mendimi ishte absurd, por vazhdonte. Ndërkohë, era përballej me sfidat e saj. Apartamenti i zbrazët gjatë javës ishte një kujtesë e vazhdueshme e mungesës së nënës. Ajo i kishte premtuar Teutës se do t'ia dilte mban situatës, por nuk e kishte parashikuar se si heshtja mund të ishte shurduese. Gjatë ditës qëndronte e zënë me studimet, por netët ishin të gjata dhe të vetmuara. Për më keq, disa fqinje filluan të vinin re mungesën e shpeshtë të Teutës. Zonja Shpresa, që banonte në apartamentin ngjitur, bënte pyetje pa takt për oraret e ndryshme të erës. Vajzës i duhej të shpikte justifikime vazhdimisht, duke krijuar një version të modifikuar të së vërtetës që të ishte i besueshëm, por të mos ngjallte dyshime. Nëna jote po punon me orare të çuditshme kohët e fundit, komentoi fqinja një pasdite kur era po kthehej nga biblioteka. Ajo gjeti një punë që kërkon më shumë përkushtim, u përgjigj era me kujdes. Por po i ecën shumë mirë. Sa mirë. Po ti apo ja del mban vetëm? Plotësisht. Nuk jam më fëmijë. Fjalët dolën me më shumë vendosmëri se sa era ndjente në të vërtetë. Në vilën Kastrati, Teuta filloi të vërente sjellje që e linin të shqetësuar. Dafina e trajtonte Agonin në një mënyrë fëmijërore, sikur ai të ishte i paaftë për të marrë vendimet e veta. I priste ushimin në copa të vogla edhe kur ai nuk e kërkonte, i zgjidhte rrobat e tij dhe vazhdimisht i kujtonte të kishte kujdes me gjëra të thjeshta. Agon, i dashur, më lër mua ta shërbej kafen tënde. Mund të digjesh, tha Dafina një mëngjes, duke i marrë filxhanin nga duart para se ai të mund të protestonte. Teuta pa nofullën e Agonit të shtrëngohej nga irritimi i përmbajtur. Dafina, unë mund të pi kafe vetëm prej 30 vjetësh. Verbëria nuk e ndryshoi këtë. Sigurisht që jo, zemër. Vetëm po kujdesem për ty. Toni i Dafinës ishte tepër i ëmbël dhe Teuta vuri re se kishte diçka të sforcuar në atë mirësi. Ishte gjatë javës së dytë që Teuta dëshmoi shpërthimin e parë të temperamentit të Dafinës. Agoni i kishte kërkuar Teutës të riorganizonte disa libra në zyrën e tij, një detyrë e thjeshtë që ajo e ekzekutonte me kujdes. Dafina hyri në dhomë si një uragan. Çfarë po bën? Zëri i saj ishte i ngarkuar me një zemërim të papërmbajtur. Vetëm po organizoj librat siç kërkoi zoti Agon, u përgjigj Teuta, e konfuzuar nga reagimi disproporcional. Agoni nuk mund ta ketë kërkuar këtë. Ai e di që nuk më pëlqen kur prekin gjërat e tij. Dafina u kthye nga burri, i cili ishte ulur në koltukun e tij. A nuk është kështu, i dashur? Ti duhet të jesh i ngatëruar. Unë e kërkova, Dafina. Janë librat e mi në shtëpinë time, u përgjigj Agoni me një qetësi që kontrastonte me agitacionin e gruas. Për një moment, Teuta pa diçka të kalonte në fytyrën e Dafinës që e ngriu. Ishte urrejtje e pastër, e shpejtë si rrufeja, por e pamohueshme. Dafina u mblodh shpejt, por buzëqeshja që ju kthye në fytyrë nuk i arriti sy. Sigurisht, i dashur. Më fal. Teuta, vazhdo punën tënde. Por Teuta nuk mundi ta harronte atë shikim. Kishte diçka thellësisht shqetësuese në mënyrën se si Dafina e kishte shikuar Agonin në atë moment. Nuk ishte shikimi i një partnereje të shqetësuar. Ishte shikimi i dikujt që e shihte burrin si një pengesë. Të dielave, kur Teuta kthehej në shtëpi, ajo dhe era rilidheshin si njerëz të etur për ujë. Bisedonin për orë të tëra, duke ndarë përvojat e javës. Teuta vinte re se vajza ishte më e dobët, më e zbetë, por era këmbëngulte se ishte mirë. Si janë njerëzit e shtëpisë, pyeti era në një nga ato pasdite të diela, ndërsa përgatitnin një vakt të thjeshtë me përbërësit që Teuta arrinte të sillte në mënyrë diskrete. Ndryshe, u përgjigj Teuta, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Zoti Agon është një burr i mirë, por i trishtuar. Dafina. Ajo hezitoi. Por çfarë? Nuk di ta shpjegoj. Ka diçka tek ajo që më shqetëson. Mënyra se si e trajton Agonin, si kontrollon gjithçka në shtëpi.
Ndonjëherë kam përshtypjen se ai është i burgosur në shtëpinë e tij. Era rudhi ballin. Çfarë lloj kontrolli? Ajo vendos çdo gjë për të. Çfarë ha, me kë flet, çfarë rrobash vesh. Thotë se është për ta mbrojtur, por Teuta tundi kokën. Ndoshta po imagjinoj gjëra. Është një botë aq e ndryshme nga e jona. Intuita jote rrallë gabon, nën. Nëse diçka të shqetëson, ndoshta ka një arsye. Ishte saktësisht ky lloj bisede që Teuta vlerësonte me të bien. Era kishte një perceptim të mbret për njerëzit dhe situatat, një aftësi për të parë përtej dukjeve që e impresiononte vazhdimisht. Në javën vijuese, Teuta u kthye në vilë me këshillat e vajzës që i bënin jehon në mendje. Vendosi të kushtonte më shumë vëmendje detajeve, nuancave të sjelljeve që kishte filluar të vinte re. Dhe pikërisht atëherë filloi të vërente gjëra që e lanë thellësisht të pakënaqur. Dafina merrte telefonata që e linin të agjituar, biseda që ajo i zhvillonte me zë të ulët kur mendonte se askush nuk po e dëgjonte. Teuta kapi fragmente fjalish që nuk kishin kuptim, përmendje të letrave të rëndësishme dhe planeve që duheshin përmbushur. Edhe më e çuditshme ishte mënyra se si Dafina reagonte kur Agoni tregonte ndonjë shenjë pavarësie. Nëse ai lëvizte nëpër shtëpi me shumë besim, nëse merrte vendime pa u konsultuar me të mëparë, ose nëse thjesht dukej më i gjallë se zakonisht, Dafina gjente mënyra delikate për t'i kujtuar gjendjen e tij. Kujdes me atë shkallë, i dashur. Nuk duam një tjetër aksident, thoshte ajo, edhe kur Agoni ishte larg çdo shkalle. Je i sigurt se dëshiron të dalësh në kopsht? Është pak ftohtë sot, edhe kur dita ishte e këndshme. Ishin gjëra të vogla, dukshëm të parëndësishme, por që Teuta filloi t'i shihte si një model. Dafina po minonte vazhdimisht besimin e Agonit, duke i kujtuar kufizimet e tij në një mënyrë pothuajse sadiste. Ishte një pasdite të enjteje kur Teuta dëshmoi diçka që e alarmoi vërtet. Ajo po pastronte korridorin pranë zyrës kur dëgjoi zëra të lartë që vinin nga brenda. Dera ishte gjysmë e hapur dhe ndonë se e dinte që nuk duhej të përgjonte, diçka në tensionin e zërave e bëri të ndalonte. Nuk do ta nënshkruaj këtë, Dafina. Jo tani, po thoshte Agoni, zëri i tij ishte i fortë por i lodhur. Zemër, duhet të jesh praktik. Këto vendime nuk mund të presin për gjithmonë. Nëse diçka të ndodh ty, nuk do të më ndodh asgjë. Dhe edhe nëse do të ndodhte, i kam marrë vendimet e mia për pasurinë time. Por ti nuk mund t'i shohësh dokumentet. Si mund të jesh i sigurt se po merr vendimet e duhura? Zëri i Dafinës kishte një insistim që Teutës ju duk shqetësues. Sepse nuk jam idiot, Dafina. I verbër nuk do të thot i paftë për të menduar. Teuta u largua shpejt kur dëgjoi hapa që po afroheshin te dera. Por fjalët vazhduan t'i bënin jehon në mendje. Çfarë lloj dokumentesh po përpiqej Dafina ta bënte Agonin të nënshkruante? Dhe pse ishte insistimi aq i madh? Atë natë, ndërsa përgatiste darkën, Teuta e vëzhgoi Dafinën me sy të rinj. Gruaja ishte më e re se Agoni, ndoshta 10 vjet më e re. Ishte e bukur, e veshur mirë, por kishte një ashpërsi në fytyrën e saj kur mendonte se askush nuk po e shikonte. Dhe mënyra se si fliste për Agonin kur ai nuk ishte i pranishëm ishte zbuluese. Ai ishte aq i ndryshëm para aksidentit, i rrëfeu Dafina Teutës ndërsa mbikëqyrte përgatitjen e vaktit. I fortë, i vendosur, kontrollonte gjithçka. Tani, ajo këshertiu në mënyrë dramatike. Është e vështirë ta shohësh kështu. Ndonjëherë mendoj se do të ishte më mirë nëse. Ajo nuk e përfundoi fjalin, por Teuta ndjeu një rënqethje. Kishte diçka në mënyrën se si Dafina foli që sugjeronte se ajo e shihte situatën aktuale të Agonit jo si një tragjedi, por si një mundësi. Dhe kjo e la atë thellësisht të shqetësuar. Ndërkohë, Era zhvillonte rutinën e saj të mbijetesës. Gjatë ditës qëndronte e zënë me studime intensive, duke e parë vetmin e detyruar si një mundësi për t'u thelluar në një uri që gjithmonë i kishin zgjuar interesin. Por natën, kur heshtja e apartamentit bëhej shtypse, ajo gjente forcë duke menduar për nënën dhe mundësinë që kjo fazë e vështirë përfaqësonte për të dyja. Ajo gjithashtu filloi të vërente gjëra në mjedisin e saj. Fqinjet bënin pyetje për mungesën e Teutës dhe Erës i duhej të ishte gjithnjë më kreative me përgjigjet e saj. Kishte një ndjesi të vazhdueshme se po jetonte një gënjeshtër, se i duhej të mbante një fasadë që kërkonte energji mendore të vazhdueshme.
Por ajo që e shqetësonte më shumë ishte ndjesia se po rritej shumë shpejt. Përgjegjësitë që mori, nevoja për të qenë e fortë për nënën, të gjitha këto e detyronin në një pjekuri që një pjesë e saj e refuzonte. Ajo donte të mund të ishte thjesht një adoleshente normale, e shqetësuar për gjëra normale të moshës, jo për faturat për të paguar dhe sekretet për të ruajtur. Incidenti që do të ndryshonte gjithçka ndodhi një të premte me shi. Teuta po organizonte bibliotekën kur dëgjoi një zhurmë të çuditshme që vinte nga kopshti. Përmes dritares, pa Agonin duke ecur nën shi, dukshëm i çorientuar pranë pishinës. Zemra i rrahu fort kur kuptoi rrezikun. Një burr i verbër, vetëm pranë ujit, me tokën e lagur dhe të rrëshitshme. Pa u menduar 2 herë, Teuta vrapoi jashtë. Zoti Agon. Kujdes. Ajo arriti te ai shpejt, duke i prekur krahun butësisht. A jeni mirë? Jeni shumë pranë pishinës. Agoni u kthye nga ajo dhe për një moment Teuta pati ndjesinë e çuditshme se ai po e shihte. Vërtet po e shihte. Sytë e tij u dukën se u fokusuan tek ajo për një çast para se të ktheheshin në shprehjen e largët që ajo njihte. Teuta, tha ai duke marrë frymë rënd. Unë u ndjeva i mbytur aty brenda. Kisha nevojë për ajër të pastër. E kuptoj, por po bie shi. Mund të rrëshitni këtu jashtë. Teuta vuri re se ai duke i shqetësuar, sikur po ikte nga diçka. Ku është Dafina? Pyeti ai, dhe kishte diçka në zërin e tij që Teuta nuk mund ta identifikonte. Frikë? Zemërim? Ajo doli për të bërë pazar. Tha se do të kthehej pas disa orësh. Agoni tundi kokën ngadalë. Teuta, a mund t'ju kërkoj një nder? Sigurisht, zotëri. Mos e përmendni që më gjetët këtu. Dafina shqetësohet shumë kur bëj diçka vetëm. Kishte një tension në zërin e tij që Teuta nuk e kishte vënë re kur më parë. Në rregull, ra dakord ajo, ndonse diçka në situatë e linte jo reha. Ata u kthyen brenda së bashku dhe Teuta e shoqëroi deri në zyrë. Pikërisht atëherë ai bëri një pyetje që e surprizoi plotësisht. Teuta, a keni fëmijë? Zemra e saj ndaloi. Dafina kishte qenë e qartë për rregullin themelor të shtëpisë. Pse pyetni, zotëri? Thjesht kurreshtje. Keni një sjellje amtare. Kujdeseni për njerëzit në mënyrë natyrale. Teuta hezitoi. Të gënjërit po bëhej gjithnjë e më e vështirë, veçanërisht për dikë që dukej sinqerisht i interesuar. Jo, gënjeu ajo, duke e urryer veten për këtë. Agoni mbeti në heshtje për një moment. E kuptoj. Ndonjëherë më mungon familja e vërtetë. Njerëzit që kujdesen sinqerisht, jo për interes. Fjalët ishin si një goditje me thik në zemrën e Teutës. Kishte aq shumë vetmi në ato fjalë, aq shumë izolim. Dhe ajo po e gënjente atë për gjën më të rëndësishme të jetës së saj. Atë natë, kur Teuta thiri erën, vajza e saj e kuptoi menjëherë se diçka ishte ndryshe. Çfarë ndodhi, nën? Teuta tregoi për takimin në kopsht, për pyetjen e Agonit, për ndjesinë në rritje se kishte më shumë gjëra që po ndodhnin në shtëpi se sa ajo mund të kuptonte. Nën, ai pyeti specifikisht për fëmijët? Po. Dhe kishte diçka në mënyrën se si pyeti sikur ai dinte diçka. Era mbeti e menduar. Ose sikur ai ndjente mungesën e një lidhjeje njerëzore reale. Ti the se ai duke i vetmuar. Shumë i vetmuar. Dhe ka diçka mes tij dhe Dafinës që nuk e kuptoj. Ndonjëherë duken si një çift i dashuruar, herë të tjera duken si të huaj. Dhe ajo kontrollon aq shumë jetën e tij. Nën, tha Era ngadalë, po sikur të kesh të drejtë për instinktet e tua? Po sikur vërtet të ketë diçka që nuk shkon në këtë situatë. Ishte saktësisht ajo që Teuta kishte frikë të dëgjonte, sepse konfirmonte dyshimet e saj. Por çfarë mund të bënte? Ata vareshin nga ajo punë, dhe ajo nuk kishte prova për asgjë përveç përshtypjeve të turbullta. Fundjava kaloi shpejt me nënën dhe vajzën duke shijuar çdo moment së bashku. Por të dielën mbrëma, kur Teuta po përgatitej të kthehej në vilë, Era mori një vendim që i surprizoi të dyja. Nën, unë dua ta njoh këtë vend ku ti punon. Era, kjo është e pamundur. Ti i di rregullat. Jo për të punuar atje. Por dua të kuptoj më mirë se ku i kalon ditët. Dhe kam disa ide se si ta vëzhgoj situatën nga jashtë. Teuta rudhi ballin. Çfarë lloj idesh? Lagjja ka zona publike, apo jo?
Parqe, kafene? Mund të kaloj andej gjatë javës, të vëzhgoj kush hyn dhe del nga shtëpia, të përpiqem t'i kuptoj më mirë këta njerëz. Era, kjo është e rrezikshme. Nëse Dafina të sheh, ajo nuk më njeh. Dhe përveç kësaj, jam thjesht një adoleshente që ecën në rrugë. Asgjë e dyshimt në këtë. Teuta e dinte që duhej të thoshte jo. Por një pjesë e saj pranonte se do të ishte ngushëlluese ta kishte Erën afër, edhe nëse jashtë mureve të vilës. Dhe ndoshta perspektiva e jashtme e vajzës mund ta ndihmonte të kuptonte më mirë se çfarë po ndodhte. Më premto se do të jesh e kujdesshme. Që do të qëndrosh larg shtëpisë dhe nuk do të bësh asgjë që mund të na vërë në rrezik. Të premtoj, tha Era, por kishte tashmë një vendosmëri në sytë e saj që Teuta e njihte. Ishte e njëjta shprehje që ajo vetë kishte kur vendoste se diçka duhej bërë. E hëna erdhi me ndryshime të papritura. Dafina njoftoi se do të udhëtonte për 2 ditë për të zgjidhur çështje personale në një qytet tjetër. Teuta, ti do të jesh përgjegjëse për gjithçka. Agoni mund të jetë i vështirë kur jam larg. Ai bëhet i ankthshëm. Mënyra se si Dafina foli për Agonin, sikur ai të ishte një fëmijë problematik, e irritoi Teutën. E kuptoj. Do të kujdesem mirë për çdo gjë. Sigurohu që ai t'i marrë ilaçet në oraret e duhura. Ndonjëherë harron kur unë jam mungesë. Dafina i dha një shishe ilaçesh Teutës. Kjo është për ankthin. Një tablet pas çdo vakti. Teuta ekzaminoi shishen. Etiketa ishte pjesërisht e mbuluar dhe ajo mund të lexonte vetëm një pjesë të emrit të ilaçit. Diçka e shqetësonte, por nuk mund të identifikonte se çfarë. Me Dafinën jashtë shtëpisë, atmosfera ndryshoi plotësisht. Teuta vuri re menjëherë se si Agoni dukej më i relaksuar, më vetvetja. Ai lëvizte nëpër shtëpi me më shumë besim, fliste më shumë dhe madje buzëqeshte her pas here. Teuta, tha ai të martën në mëngjes, ndërsa po pinte kafe, a la Dafina udhëzime për ilaçet? Po, zotëri. Ajo tha se ju merrni ilaçe për ankthin. Agoni pushoi me filxhanin në mes të rrugës drejt gojës. Ankth? Kështu tha ajo. Jeni i sigurt se keni nevojë për to? Në fakt, nuk ndihem i ankthshëm kur ajo nuk është këtu, tha Agoni në mënyrë menduese. Përkundrazi, ndihem më i lirë. Teuta ndjeu një alarm të binte në mendjen e saj. A dëshironi t'i anashkaloni ilaçet sot? Po, mendoj se po. Ishte një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Pa ilaçet që Dafina insistonte që ai të merrte, Agoni filloi të tregonte një energji që Teuta nuk e kishte parë kur tek ai. Ai kërkoi që ajo t'i lexonte gazetat, donte të dinte për çështjet aktuale, bëri pyetje për botën e jashtme që zbuluan një mendje të mprehtë dhe kurioze. Teuta, tha ai në fund të pasdites, a mund t'ju tregoj diçka? Diçka që nuk ja tregoj askujt prej kohësh? Sigurisht, zotëri. Ndonjëherë kam ndjesinë se ka biseda që ndodhin rreth meje që nuk mund t'i kuptoj plotësisht. Njerëz që flasin për mua sikur nuk jam i pranishëm, duke marrë vendime për jetën time pa më konsultuar. Teuta gëlltiti pështymën. Ishte saktësisht ajo që ajo kishte vëzhguar. Dhe më e çuditshmja, vazhdoi Agoni, është se ndonjëherë jam i sigurt se Dafina po gënjen për gjëra të thjeshta. Gënjeshtra të vogla që nuk kanë kuptim, përveç se nëse ajo ka arsye që unë nuk i njoh. Çfarë lloj gënjeshtrash? Për telefonatat që marr, për korrespondencën që vjen, për njerëzit që pyesin për mua. Ajo thotë se nuk ka asgjë të rëndësishme, por unë dëgjoj telefonin të bjerë, dëgjoj zëra që i njoh. Dhe pastaj ajo sillet sikur asgjë nuk ka ndodhur. Teuta ndjente se po shkelte në terren të rrezikshëm, por nuk mund të përmbahej. A keni menduar ndonjëherë t'i verifikoni këto gjëra vetë? Agoni dha një buzëqeshje të hidhur. Si? Jam i verbër, Teuta. Varem plotësisht nga Dafina për t'u lidhur me botën e jashtme. Nëse ajo zgjedh të më izoloj, unë nuk kam si ta di. Ishte në atë moment që Teuta mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Zoti Agon, po sikur t'ju thosha se ka mënyra për t'i verifikuar këto gjëra? Mënyra për të zbuluar të vërtetën? Agoni u anua përpara. Vazhdo. E po, unë mund të vëzhgoja më me vëmendje. Tu kushtoja vëmendje telefonatave, korrespondencës. Nëse dëshironi, mund të jem sytë tuaj për këto gjëra. Agoni mbeti në heshtje për një moment të gjatë.
Pse do ta bënit këtë për mua, Teuta? Pyetja e kapi atë në papritur. Pse po rrezikonte? Pse po përfshihej në diçka që mund t'i kushtonte punën e saj? Sepse besoj se çdo kush meriton të di të vërtetën për jetën e vet, u përgjigj ajo me sinqeritet. Edhe nëse kjo e vërtet është e pakëndshme? Veçanërisht nëse është e pakëndshme. Agoni tundi kokën ngadalë. Atëherë e pranoj ofertën tuaj. Por Teuta, nëse kjo bëhet e rrezikshme për ju, ndaloni menjëherë. Nuk dua që të pësoni pasoja për fajin tim. Ndërkohë, Era kishte filluar hetimin e saj. Gjatë javës, ajo krijoi një rutinë të kalimit nëpër lagjen ku ndodhej Vila Kastrati. Zbuloi një kafene të vogël me pamje nga rruga e shtëpisë dhe u bë një kliente e rregullt, gjithmonë me libra, duke kaluar pa u vënë re si një studente e zakonshme. Pikërisht nga atje ajo vëzhgoi Dafinën të dilte të hënën me një bagazh që dukej shumë i madh për vetëm 2 ditë. Po ashtu nga atje vuri re makinat që vizitonin shtëpinë rregullisht, gjithmonë kur Dafina ishte e pranishme, kur ajo ishte mungesë. Edhe më intriguese ishte zbulimi se Dafina merrte vizita nga një burr që ajo nuk e njohu, por që qartësisht nuk ishte thjesht një mik i rastësishëm. Bisedat mes tyre dukeshin të tensionuara, urgjente dhe ndodhnin gjithmonë në kopsht, larg dritareve të shtëpisë. Era filloi të mbante shënime, duke regjistruar oraret, targat e makinave dhe çdo detaj që mund të ishte relevant. Nuk e dinte saktësisht se çfarë po kërkonte, por ndjente se po zbulonte pjesë të një mozaiku më të madh. Të mërkurën, Dafina u kthye më herët se sa pritej. Teuta ishte në zyrë me Agonin, duke i lexuar një artikull gazete, kur dëgjuan derën e përparme të mbyllej me forcë. Dafina u kthye, mërmëriti Agoni, dhe Teuta vuri re se si ai menjëherë u tensionua. Agon. Zëri i Dafinës bëri jehon nëpër shtëpi, i ngarkuar me një irritim të keqfshehur. Ajo hyri në zyrë si një stuhi. Çfarë po ndodh këtu? Teuta po më lexonte lajmet, u përgjigj Agoni me qetësi. Ti duhet të ishe duke pushuar. Po ilaçet e tua? A i more në të gjitha oraret? Teuta dhe Agoni shkëmbyen një shikim të shpejtë. Në fakt, tha Agoni, vendosa t'i ndërpres ilaçet për disa ditë. Po ndihesha mirë pa ato. Fytyra e Dafinës ndryshoi plotësisht. Irritimi u shndërrua në diçka shumë më intensive. Agon, ti nuk mund të marrësh vendime për ilaçet pa udhëzimin e mjekut. Këto barna janë të rëndësishme për stabilitetin tënd. Stabiliteti im ishte perfekt, ja ktheu Agoni dhe kishte një vendosmëri në zërin e tij që Teuta nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Dafina u kthye nga Teuta me sy flakërues. Ti e lejove këtë? Kishe udhëzime të qarta për ilaçet. Zoti Agon tha se ndihej mirë, u përgjigj Teuta, duke u përpjekur të mbante zërin të fortë pavarësisht frikës që ndjente. Nuk është puna jote të vësh në pyetje udhëzimet mjekësore, shpërtheu Dafina. Ti je një punëtore shtëpie, jo një infermiere. Heshtja që pasoi ishte e rëndë dhe e pakëndshme. Agoni u ngrit ngadalë nga koltuku. Dafina, Teuta bëri saktësisht atë që duhej të bënte, respektoi vullnetin tim. Unë zgjodha të mos i marr ilaçet dhe ishte një vendim imi. Vendimet e tua kanë pasoja, tha Dafina dhe kishte një kërcënim të fshehur në fjalët e saj. Ti mund të mos e vëresh kur nuk po mendon qartë. Teuta ndjeu një rrënqethje. Mënyra se si Dafina foli tingëlloi më pak si shqetësim dhe më shumë si një paralajmërim. Dhe për herë të parë, ajo pyeti veten nëse ilaçet që Dafina insistonte që Agoni t'i merrte kishin vërtet të bënin me ankthin, apo nëse kishin një qëllim tjetër krejtësisht të ndryshëm. Atë natë, kur shtëpia më në fund u qetësua, Teuta reflektoi mbi gjithçka që kishte ndodhur. Ndryshimi te Agoni pa ilaçet kishte qenë i jashtëzakonshëm. Ai ishte më vigjilent, më kureshtar, më vetvetja. Dhe Dafina ishte bërë sinqerisht të shqetësuar për këtë. Ajo që vërtet e shqetësonte ishte ndjesia në rritje se po dëshmonte diçka shumë më të madhe se sa thjesht dinamika marrëdhëniesh. Kishte forca në lëvizje në atë shtëpi që ajo sapo po fillonte t'i kuptonte, dhe në qendër të gjithçkaje ishte Agoni, një burr që ndoshta nuk ishte aq i pambrojtur sa të gjithë besonin. Ndryshimi në dinamikën e shtëpisë pas kthimit të Dafinës ishte i menjëhershëm dhe shqetësues. Ajo dyfishoi vigjilencën mbi Agonin, rriti insistimin me ilaçet dhe filloi ta trajtonte Teutën me një ftohtësi që i afrohej armiqësisë. Ishte sikur ajo e dinte se diçka kishte ndryshuar gjatë mungesës së saj dhe ishte e vendosur të rimerrte kontrollin.
Teuta, tha Dafina një mëngjes të enjteje, kam nevojë që ti të jesh më e rrept me oraret e ilaçeve të Agonit. Ai mund të duket mirë, por nuk i kupton pasojat e mosndjekjes së trajtimit siç duhet. E kuptoj, u përgjigj Teuta, por për brenda pyeste gjithnjë e më shumë për natyrën e atij trajtimi. Ajo që e bënte edhe më jo rehat ishte mënyra se si Dafina kishte filluar ta vëzhgonte atë. Kishte gjithmonë një palë sy që ndiqnin lëvizjet e saj nëpër shtëpi, sikur Dafina po priste që ajo të bënte ndonjë gabim që do të justifikonte shkarkimin e saj. Agoni, nga ana e tij, dukej se po luftonte një betejë të brendshme. Në momentet kur Dafina nuk ishte e pranishme, ai tregonte kthjelltësinë dhe energjinë që Teuta kishte dëshmuar gjatë mungesës së gruas. Por kur Dafina shfaqej, ishte sikur një mjegull zbriste mbi të, veçanërisht pas marrjes së ilaçeve. Teuta, tha ai një pasdite kur Dafina kishte dalë për një mbledhje, a keni vënë re diçka ndryshe te ilaçet që po marr? Pyetja e kapi atë në papritur. Si kështu, zotëri? Shija, tekstura. Diçka ka ndryshuar javët e fundit, por nuk mund ta identifikoj se çfarë. Teuta ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. A dëshironi që unë t'i ekzaminoj ilaçet? A do të ishte e mundur? Pa e marrë vesh Dafina, sigurisht. Kur Dafina u kthye, Teuta kërkoi të përdorte tualetin dhe shfrytëzoi rastin për të ekzaminuar në mënyrë diskrete shishen e ilaçeve në dhomën e çiftit. Ajo që zbuloi e la të ngrirë. Etiketa origjinale ishte hequr me kujdes dhe ishte zëvendësuar me një tjetër, të shkruar me dorë. Ilaçi brenda shishes nuk korrespondonte me atë që ishte shkruar në etiketën e re. Teuta nuk ishte farmaciste, por dinte të lexonte. Dhe ajo definitivisht nuk ishte një ilaç për ankthin. Tableta ishin me ngjyrë të ndryshme, formë të ndryshme, dhe kur ajo kërkoi në mënyrë diskrete në telefonin e Agonit karakteristikat që mund të vëzhgonte, zbuloi se mund të ishin qetësues shumë më të fortë. Zbulimi e la atë me përzierje në stomak. Dafina po e drogonte Agonin. Por pse? Dhe çfarë tjetër po bënte ajo ndërsa ai mbetej në gjendje të alteruar? Atë natë, Teuta mezi arriti të flinte. Në mëngjes, vendosi që duhej të fliste me Dik për zbulimet e saj. I vetmi person te i cili kishte vërtet besim ishte Era. Gjatë telefonatës së saj të pasdites me të bien, Teuta tregoi gjithçka. Dyshimet për ilaçet, sjelljen e çuditshme të Dafinës, ndjesinë në rritje se Agoni po manipulohej në mënyra që nuk mund t'i kuptonin plotësisht. Nën, kjo është shumë serioze, tha Era, me zërin e saj të tensionuar. Nëse Dafina vërtet po e drogon atë, kjo mund të jetë përgatitje për diçka shumë më të keqe. Më e keqe si? Mendoje mirë. Nëse dikush dëshiron të kontrollojë pasurinë e një personi të pasur, çfarë do të bënte? Së pari, e izolon. Pastaj, e drogon në mënyrë që ai të mos mund të marrë vendime të qarta. Dhe pastaj, Era nuk pati nevojë ta përfundonte fjalinë. Teuta e kuptoi plotësisht se ku donte të dilte vajza e saj. Nën, ti duhet të dalësh që andej. Kjo është shumë e rrezikshme. Nuk mund ta lë Agonin vetëm me të, duke ditur atë që di tani. Dhe ti nuk mund ta ndihmosh atë nëse diçka të ndodh edhe ty. Ishte një bisedë që do të ndryshonte gjithçka. Në fund, nëna dhe vajza ranë dakord se kishin nevojë për më shumë informacion para se të merrnin ndonjë vendim drastik. Por gjithashtu ranë dakord se Teuta nuk mund të vazhdonte të shtirej sikur nuk dinte asgjë. Pikërisht atëherë fati ndërhyri në një mënyrë që asnjëra prej tyre nuk mund ta kishte parashikuar. Të shtunën, Teuta u zgjua duke u ndier keq. Shumë keq. Ethe të larta, marramendje dhe një dobësi që e pengonte të qëndronte në këmbë për më shumë se disa minuta. Dafina u bë dukshëm e irrituar me situatën. Ti nuk mund të sëmuresh tani, tha ajo, sikur Teuta të kishte zgjedhur të sëmurej me qëllim. Kemi të ftuar që vinë për darkë sonte. Më vjen keq, mërmëriti Teuta, sinqerisht keq. Ndoshta deri nesër do të jem më mirë. Kjo nuk e zgjidh problemin e sotëm. Dafina eci në përdhomën e Teutës, qartësisht e agjituar. A nuk ke familje që mund të vijë të ndihmoj? Dik të besuar që mund të mbuloj punën tënde për disa orë? Teuta ndjeu sikur bota ndaloi. Ishte mundësia që nuk e dinte se po e priste, por ishte gjithashtu jashtëzakonisht e rrezikshme. Kam një mbes, gënjeu ajo, duke improvizuar shpejt. Është e re, por e përgjegjshme. Ndoshta mund të ndihmoj. Dafina pushoi.
Çfarë moshe? 16. Shumë e pjekur për moshën e saj. A mund të garantosh që ajo do të jetë diskrete? Nuk duam të huaj që bëjnë pyetje ose shkaktojnë probleme. Mund të garantoj, tha Teuta, duke u lutur që vajza e saj të mund të interpretonte rolin që po krijonte për të. Një orë më vonë, Teuta thirri Erën me udhëzime të kujdesshme. Do të prezantohesh si mbesa ime, Era. Vjen të ndihmosh sepse unë jam e sëmur. Je e turpshme, diskrete dhe je këtu vetëm për të ndihmuar me darkën. Nën, je e sigurt për këtë? Është shumë e rrezikshme. Është shansi ynë për të zbuluar se çfarë po ndodh vërtet. Por nëse ndjen ndonjë rrezik, largohu menjëherë. Era mbërriti në vil 2 orë më vonë, duke mbajtur një çantë të vogël dhe e veshur me rroba të thjeshta që e bënin të dukej saktësisht si ajo që supozohej të ishte, një vajzë e re punëtore që kishte ardhur të ndihmonte hallën e sëmur. Dafina e priti me të njëjtin shikim kritik që i kishte dhënë Teutës muaj më parë. Ti je mbesa? Po, zonjë. Erdha të ndihmoj sepse halla ime është shumë keq. Shpresoj ta kuptosh që kjo punë kërkon diskrecion absolut. Ajo që ndodh në këtë shtëpi nuk është temë për komente të jashtme. E kuptoj plotësisht, u përgjigj Era, duke mbajtur zërin e ulët dhe të respektueshëm. Dafina i tregoi Erës detyrat bazë për darkën, por Teuta vuri re se gruaja duke jo rehat me praninë e dikujt të ri në shtëpi. Kishte një tension të Dafina që nuk ekzistonte normalisht, sikur prania e një personi të jashtëm kërcënonte ndonjë ekuilibër delikat. Agoni ishte në zyrën e tij kur Era i u prezantua atij. Teuta vëzhgoi me vëmendje reagimin e të dyve. Zoti Agon, kjo është Era, mbesa ime, tha Teuta. Ajo do të më ndihmoj sot sepse nuk po ndihem mirë. Agoni ngriti fytyrën drejt Erës dhe Teuta pati përsëri atë ndjesinë e çuditshme se ai po e shihte vërtet vajzën. Është kënaqësi t'ju njoh, Era. Faleminderit që po ndihmoni hallën tuaj. Kënaqësia është e imja, zotëri, u përgjigj Era dhe Teuta vuri re se edhe vajza e saj kishte vënë re diçka të veçantë në sjelljen e Agonit. Ajo që asnjëra prej tyre nuk priste ishte se Era, me perceptimin e saj të mprehtë dhe mungesën e familjaritetit me dinamikën e shtëpisë, do të arrinte të vëzhgonte gjëra që Teutës i kishin shpëtuar. Gjatë përgatitjes së darkës, Era vuri re se si Dafina manipulonte ushqimin e Agonit në një mënyrë të ndryshme nga ai të ftuarve. Ajo fshinte tableta të vogla në ushqimin e tij, gjithmonë duke u siguruar që askush nuk po shikonte. Edhe më shqetësuese, ajo vëzhgoi Dafinën duke testuar ushqimin e Agonit para se ta shërbente, sikur donte të ishte e sigurt se shija e ilaçeve ishte e maskuar. Por ishte gjatë darkës që Era bëri zbulimin më tronditës nga të gjithë. Të ftuarit ishin 3 burra biznesi, qartësisht të rëndësishëm nga mënyra se si visheshin dhe flisnin. Biseda rrotullohej rreth investimeve, kompanive dhe vendimeve financiare komplekse. Agoni merrte pjesë në bisedë, por Era vuri re se përgjigjet e tij ishin të turbullta, sikur ai kishte vështirësi për t'u përqendruar. Dafina dominonte bisedën kurdoherë që ishte e mundur, duke i drejtuar pyetjet e të ftuarve drejt vetes në vend të Agonit. Agoni po kalon një periudhë përshtatjeje, shpjegonte ajo. Vendimet e rëndësishme janë marrë së bashku. Pikërisht atëherë një nga të ftuarit përmendi diçka që e bëri Erën të kushtonte vëmendje të plotë. Apo përparon propozimi për shitjen e kompanisë MM sipas planit? Dafina u përgjigj shpejt, po finalizojmë detajet ligjore. Agoni pajtohet se është vendimi më i mirë duke marrë parasysh rrethanat aktuale. Era vëzhgoi Agonin me kujdes. Për një moment, fytyra e tij tregoi konfuzion të sinqert, sikur ai nuk e dinte se për cilën shitje po flisnin. Por Dafina shpejt e shmangu vëmendjen e tij duke i shërbyer më shumë verë. Pas darkës, ndërsa të ftuarit po përshëndeteshin, Era dëgjoi një bisedë që e ngriu. Dafina, a je e sigurt se ai do t'i nënshkruaj letrat pa dyshim? Pyeti një nga burrat me zë të ulët. Kam gjithçka nën kontroll, u përgjigj Dafina. Me mjekimin e duhur, ai është treguar shumë më bashkëpunues. Po çështja e interdiktimit? Po procesohet. Avokati im thotë se me dokumentacionin mjekësor që kemi përgatitur, do të jetë çështje javësh. Era ndjeu gjakun t'i ngrinte në vena. Dafina po planifikonte ta deklaronte Agonin ligjërisht të paaftë. Me këtë, ajo do të kishte kontroll total mbi të gjithë pasurinë e tij. Kur shtëpia më në fund u qetësua dhe Dafina u tërhoq në dhomën e saj, Era gjeti një mundësi për të folur me Agonin vetëm.
Ai ishte në zyrën e tij, dukshëm më vigjilent se sa kishte qenë gjatë darkës. Zoti Agon, tha ajo butësisht, a mund të flas me ju për një moment? Sigurisht, Era. Ulu. Era hezitoi. Ajo që do të thoshte ishte e rrezikshme, por nuk mund të heshte. Zotëri, a e dini se ka njerëz që po planifikojnë të marrin vendime për jetën tuaj pa lejen tuaj? Agoni u tensionua. Çfarë lloj vendimesh? Vendime për pasurinë tuaj, kompaninë tuaj. Vendime që duhet të ishin tuaja. Agoni mbeti në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj, në një mënyrë shumë të kujdesshme, ai tha, Era, prej sa kohësh dyshon se unë mund të shoh? Pyetja e kapi atë plotësisht në papritur. Unë ju mund të shihni? E riktheva shikimin 2 muaj më parë përmes një operacioni eksperimental. Por jam shtirur sikur jam i verbër sepse zbulova gjëra që më lanë të shqetësuar. Çfarë lloj gjërash? Llojin e gjërave që sapo përmende. Dafina beson se unë nuk e di se çfarë po planifikon ajo. Dhe përderisa ajo e beson këtë, unë kam kohë për të zbuluar shtrirjen e plot të planeve të saj. Era ndjeu një përzierje lehtësimi dhe tmerri. Lehtësim sepse Agoni nuk ishte viktima e pambrojtur që mendonte. Tmerr sepse kjo do të thoshte se situata ishte edhe më e rrezikshme nga sa e kishte imagjinuar. Zoti Agon, nëna ime dhe unë zbuluam se Dafina po vendos ilaçe të ndryshme në ushqimin tuaj. Nuk jam për ankthin. E di. Janë qetësues të fortë. Ajo më mban në gjendje të alteruar në mënyrë që unë të nënshkruaj dokumente pa pyetur. Agoni u anua përpara. Era, duhet t'ju tregoj diçka të rëndësishme. Nëna juaj nuk është thjesht një punonjëse për mua. Javët e fundit, ajo ka qenë i vetmi person në këtë shtëpi që më trajton si një qenie njerëzore. Dhe ju keni guximin të thoni të vërtetën edhe kur është e rrezikshme. Çfarë dëshironi që të bëjmë? Së pari, kam nevojë që ju të dyja të jeni të sigurta. Dafina është më e rrezikshme se sa e imagjinoni. Por gjithashtu kam nevojë për ndihmë për të zbuluar saktësisht se çfarë po planifikon ajo dhe kur. Ne duam të ndihmojmë, tha Era pa hezitim. Atëherë do të duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Kur Teuta u përmirësua mjaftueshëm për t'u kthyer në punë të nesërmen, gjeti Agonin dhe Erën në një konspiracion të heshtur që do të ndryshonte gjithçka. Për herë të parë pas muajsh, nuk ndihej e vetme në luftën kundër diçkaje që nuk mund ta kuptonte plotësisht. Por ajo gjithashtu e dinte se loja kishte ndryshuar. Dafina nuk ishte thjesht një grua kontrolluese. Ishte dikush që po planifikonte diçka shumë specifike dhe shumë të rrezikshme. Dhe tani ata e dinin këtë. Lufta e heshtur që po zhvillohej në Vilën Kastrati ishte gati të bëhej shumë më intensive. Dhe këtë herë, Dafina nuk ishte e vetmja me sekrete. Aleanca e fshehtë mes Teutës, Erës dhe Agonit ndryshoi plotësisht dinamikën e shtëpisë. Në ditët që pasuan, ata zhvilluan një sistem komunikimi të heshtur që lejonte shkëmbimin e informacioneve jetike pa zgjuar dyshimet e Dafinës. Një libër i lënë hapur në një faqe specifike do të thoshte se Dafina kishte marrë telefonata të rëndësishme. Një filxhan i vendosur në një mënyrë të caktuar tregonte se dokumente të dyshimta ishin manipuluar. Sinjale të vogla që Dafina i interpretonte si koincidenca të rastësishme. Agoni u tregua një aleat më dinak nga sa Teuta dhe Era mund ta kishin imagjinuar. Përvoja e tij në biznes e kombinuar me aftësinë e tij për të vëzhguar Dafinën pa u diktuar krijonte avantazhe taktike që ato nuk i zotëronin. Ai e dinte kur ajo gënjente, njihte huqet e saj dhe mund të parashikonte lëvizjet e saj në një mënyrë që e surprizoi edhe Teutën. Dafina gjithmonë bëhet më e agjituar kur është afër arritjes së diçkaje që e dëshiron shumë, shpjegoi Agoni një pasdite kur gruaja kishte dalë për një tjetër mbledhje të saj misterioze. Dhe kohët e fundit ajo është vazhdimisht e agjituar. Era, e cila kishte gjetur mënyra kreative për të vazhduar ndihmën në shtëpi me pretekstin e ndihmës së hallës, bënte zbulime shqetësuese pothuajse çdo ditë. Gjatë një pastrimi në dhomën që Dafina përdorte si zyrë private, ajo gjeti dokumente që konfirmuan frikrat e tyre më të këqija. Ajo ka çdo gjë të planifikuar, u tregoi Era të tjerëve atë natë. Letrat e interdiktimit janë tashmë të plotësuara, prokurat që do t'i jepnin asaj kontroll total mbi gjithçka, madje edhe plane arkitekturore të një vendi që duket se është një klinikë private. Çfarë lloj klinike? Pyeti Agoni, ndonse shpreha e tij sugjeronte se ai tashmë e dinte përgjigjen.
Një klinik psikiatrike. Me akomodime për shtrim afatgjat. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Të gjithë i kuptuan implikimet. Dafina nuk po planifikonte vetëm të merrte kontrollin e pasurisë së Agonit. Ajo po planifikonte ta bënte atë të zhdukej plotësisht nga shoqëria. Sa kohë kemi, pyeti Teuta, me zërin e saj të tensionuar. Sipas dokumenteve që pash, ajo po pret një nënshkrim final në një mbledhje të caktuar për të premten, u përgjigj Era. Pas kësaj, i gjithë procesi bëhet i pakthyeshëm. Agoni u ngrit dhe eci drejt dritares, lëvizjet e tij tregonin një frustrim të përmbajtur. E premtja është pas 3 ditësh. Nuk është kohë e mjaftueshme për procese ligjore konvencionale. Atëherë çfarë bëjmë? Pyeti Teuta. Kemi nevojë për prova. Prova të pamohueshme se Dafina po më drogon dhe po planifikon interdiktimin tim bazuar në informacione të rreme. Agoni u kthye nga ato. Dhe kemi nevojë për këto prova në një mënyrë që ajo të mos mund t'i shkatërroj ose t'i mohoj. Ishte Era ajo që sugjeroi idenë që do të ndryshonte gjithçka. Po sikur ta regjistronim atë duke rrëfyer? Era, ajo kur nuk do të rrëfente vullnetarisht, vuri re Teuta. Jo vullnetarisht. Por nëse ajo do të besonte se po fliste me dikë që ishte bashkëpunëtori i saj ose nëse do të provokojë në mënyrën e duhur. Agoni e studioi vajzën me admirim në rritje. Vazhdo. Po, ajo është mësuar të kontrollojë informacionin. Por po sikur të merrte një informacion që do ta linte të dëshpëruar, diçka që do ta bënte të ndjente se po humbte kontrollin dhe duhej të vepronte shpejt? Ideja ishte e rrezikshme, por ndërsa diskutuan detajet, filloi të kishte kuptim. Ata duhej të krijonin një situatë ku Dafina të ndihej aq e kërcënuar sa të zbulonte planet e saj të vërteta, por jo aq e kërcënuar sa të bëhej tepër e kujdesshme për të folur. Plani që zhvilluan ishte kompleks dhe i rrezikshëm. Agoni do të shtirej sikur kishte një shërim të papritur dhe misterios nga ankthi i tij, duke filluar të bënte pyetje për bizneset e tij dhe duke treguar interes për të rimarrë kontrollin e vendimeve të tij financiare. Kjo do ta linte Dafinën të dëshpëruar për të përshpejtuar planet e saj. Teuta, ndërkohë, do të zbulonte rastësisht disa nga dokumentet e rreme të Dafinës dhe do të bënte pyetje të pafajshme që do të tregonin se po fillonte të dyshonte për diçka. Kjo do ta detyronte Dafinën të përpiqej të kontrollonte situatën përmes Teutës, duke zbuluar ndoshta informacione komprometuese. Era do të ishte pjesa kryesore. Ajo do të ofrojë të ndihmonte Dafinën me detyra administrative, duke u pozicionuar si dikush e re dhe naive që mund të manipulojë lehtësisht. Dafina mund të ndihej rehat duke folur hapur para dikujt që e nënvlerësonte. Dita e parë e planit ishte e tensionuar dhe plot me suksese të vogla. Agoni filloi ta pyeste Dafinën për mbledhjet që ajo kishte përmendur, duke kërkuar të merrte pjesë personalisht në vendimet për kompaninë. Reagimi i Dafinës ishte i menjëhershëm dhe zbulues. I dashur, ti ende nuk je gati për këtë lloj stresi, tha ajo, por zëri i saj kishte një nuancë paniku. Mjekët ishin shumë të qartë për të mos të mbingarkuar. Cilët mjek, Dafina? Nuk më kujtohet të kem folur me asnjë mjek kohët e fundit. Dura Arben Gashi. Ti fole me të javën e kaluar. Je i sigurt që nuk të kujtohet? Agoni e dinte se ishte gënjeshtër. Nuk kishte folur me asnjë Dura Gashi. Por u shtir i konfuzuar për të parë se deri ku do ta çonte Dafina inskenimin. Ndoshta ke të drejtë. Kujtesa ime është e turbullt kohët e fundit. Dafina u duk se u relaksua pak, por Teuta vuri re se ajo menjëherë bëri një telefonat pasi doli nga dhoma. Një telefonat që Teuta arriti ta dëgjonte pjesërisht. Ai po bën pyetje, tha Dafina me zë të ulët. Më duhet të përshpejtoj planin. Jo, nuk mund të pres deri të premten. Nëse ai vazhdon kështu. Telefonata u ndërpre kur Dafina vuri re se Teuta ishte pranë, por ishte tashmë informacion i mjaftueshëm për të konfirmuar se plani po funksiononte. Dita e dytë solli zhvillime edhe më dramatike. Teuta zbuloi disa nga dokumentet që Era i kishte lënë në mënyrë strategjike në vende ku ajo do t'i gjente natyrshëm gjatë detyrave të saj të pastrimit. Kur e pyeti Dafinën për to, reagimi i gruas ishte shpërthyes. Këto letra nuk janë puna jote, tha Dafina, duke ja rrëmbyer dokumentet nga duart Teutës. Ti nuk duhet të merresh me gjëra që nuk i kupton. Më falni, zonjë.
Vetëm po pastroja dhe pash emrin e Zotit Agon. Mendova se ishte e rëndësishme. Dafina e studioi Teutën me sy të dyshim. Teuta, a ke folur me dik për atë që ndodh në këtë shtëpi? Jo, zonjë. Me kë do të flisja? Mbesa jote, për shembull. Ajo bëri shumë pyetje gjatë darkës. Teuta ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Dafina po fillonte të dyshonte edhe për Erën. Era është thjesht kureshtare. Kur nuk ka parë një shtëpi si kjo më parë. Shpresoj të jetë vetëm kjo, tha Dafina, por zëri i saj mbarte një kërcënim të qartë. Atë natë, kur u mblodhen fshehurazi, të gjithë ranë dakord se duhej t'i përshpejtonin planet e tyre. Dafina po bëhej tepër e dyshim dhe së shpejti do të zbulonte se po vëzhgohej. Pikërisht atëherë fati ndërhyri në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk mund ta kishte parashikuar. Mëngjesin e së mërkurës, Dafina mori një telefonat që e la dukshëm të shqetësuar. Teuta arriti të dëgjonte vetëm fragmente të bisedës, por ajo që dëgjoi ishte e mjaftueshme për të kuptuar se diçka kishte shkuar keq me planet e Dafinës. Si kështu u shty? Nuk mund të shtyhet. E kuptoj që ka procedura, por... Jo, ai nuk mund të konsultohet. Ai nuk është në gjendje. Kur Dafina mbylli telefonin, fytyra e saj ishte e tensionuar nga zemërimi dhe frustrimi. Ajo menjëherë thiri dik tjetër. Blerim, kam nevojë që të vish këtu sot. Tani. Po, pati komplikime. Duhet të zgjidhet para se gjithçka të shkatërohet. Teuta ndjeu një rënqethje. Kushto që ishte blerimi, Dafina ishte aq e dëshpëruar sa ta thërriste me urgjencë. Dhe njerëzit e dëshpëruar ishin të paparashikueshëm. 2 orë më vonë, një burr mbërriti në shtëpi. Teuta e vëzhgoi nga dritarja dhe nuk i pëlqeu ajo që pa. Ai ishte i madh, kishte shenja të dukshme në fytyrë dhe lëvizte në një mënyrë që sugjeronte se ishte i mësuar me dhunën. Nuk ishte lloji i personit që dikush do ta thërriste për të zgjidhur probleme ligjore konvencionale. Dafina dhe burri u mbyllën në zyrën private të saj për më shumë se 1 orë. Teuta arriti të dëgjonte zëra të lartë, por jo fjalë specifike. Kur ata më në fund dolën, të dy dukeshin se kishin arritur në një lloj marrëveshjeje. Teuta, thiri Dafina, zëri i saj ishte çuditërisht i qetë pas agitacionit të mëngjesit. Kam nevojë që të shkosh të marrësh disa ilaçe speciale për Agonin në farmaci. Është urgjente. Dafina i dha Teutës një recetë mjekësore dhe para. Është një farmaci specifike në anën tjetër të qytetit. Mund të zgjas disa orë. Teuta shikoi recetën dhe ndiu gjakun t'i ngrinte. Ishte një sasi rrezikshmërisht e lartë qetësuesish, shumë më e fortë se çdo gjë që Dafina i kishte dhënë Agonit më parë. Ishte lloji i dozës që mund ta linte dik pa ndjenja për ditë të tëra ose madje të ishte vdekjeprurse. Zonjë, kjo dozë duket shumë e lartë, komentoi Teuta me kujdes. Mjekët e dinë se çfarë po bëjnë, u përgjigj Dafina shkurt. Dhe Teuta? Ndoshta është më mirë që mbesa jote të mos kthehet këtu. Agoni ka nevojë për qetësi absolute gjatë ditëve të ardhshme. Mesazhi ishte i qartë. Dafina e donte Teutën jashtë shtëpisë për kohë të mjaftueshme për t'i bërë diçka Agonit. Dhe e donte Erën larg në mënyrë që të mos kishte dëshmitar. Teuta e dinte se ishte në një udhëkryq. Të dilte nga shtëpia do të thoshte ta linte Agonin vetëm me Dafinën dhe burrin e dyshimit. Por refuzimi për të shkuar do të ngjallte dyshime që mund të ishin edhe më të rrezikshme. Do të shkoj t'i marr ilaçet tani, tha ajo, duke vendosur se duhej të fitonte kohë për të paralajmëruar Agonin për rrezikun. Por kur mbërriti te zyra e tij, e gjeti derën të mbyllur me çelës. Dhe për herë të parë që kur kishte filluar punën në shtëpi, Dafina nuk e lejoi atë të kontrollonte se si ishte Agoni. Ai po pushon, tha Dafina me vendosmëri. Nuk duhet të shqetësohet. Teuta doli nga shtëpia me zemrën që i rrite jashtë kontrollit. E dinte se po e linte Agonin në një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme, por gjithashtu e dinte se nëse nuk do të dilte, Dafina do të dyshonte se ajo dinte diçka. Gjatë rrugës për në farmaci, Teuta thiri Erën dhe i tregoi gjithçka. Të dyja ranë dakord se duhej të ktheheshin në shtëpi sa më shpejt të ishte e mundur, por në një mënyrë që të mos zgjonte dyshime. Nën, do të thëras policin, tha Era. Dhe t'u thuash çfarë? Se dyshojmë se një grua po drogon të fejuarin e saj. Nuk kemi prova të mjaftueshme. Atëherë çfarë bëjmë?
Teuta shikoi recetën në duart e saj. Përgjigjja erdhi papritur, e qartë dhe e frikshme. Do t'i japin Dafinës saktësisht atë që ajo dëshiron, por jo në formën që ajo pret. Teuta mbërriti në farmaci me një plan që ajo vetë mezi besonte se po e ekzekutonte. Në vend që të blinte qetësuesit e rrezikshëm që Dafina kishte kërkuar, ajo bleu vitamina të padëmshme që kishin pamje të ngjashme. Ishte e rrezikshme, por ishte e vetmja mënyrë për të fituar kohë pa e vënë Agonin në rrezik të menjëhershëm. Ndërkohë, Era ishte kthyer në lagjen e vilës dhe ishte pozicionuar në kafenen nga ku zakonisht vëzhgonte shtëpinë. Ajo që pa e la të ngrirë nga frika. Burri që kishte mbërritur atë mëngjes nuk ishte e vetmja shoqëri e dyshin. 2 makina të tjera kishin mbërritur dhe njerëz që qartësisht nuk ishin vizitor social normal po hynin dhe dilnin nga pronësia. Kur Teuta u kthye në shtëpi, atmosfera kishte ndryshuar plotësisht. Dafina po e priste te dera me një ankth të keqfshehur dhe heshtja e shtëpisë ishte shtypse. Nuk kishte shenja të Agonit asgjë kun. I more ilaçet, pyeti Dafina menjëherë. Po, u përgjigj Teuta, duke i dhënë shishen e vitaminave të maskuar. Ku është zoti Agon? Po pushon në dhomë. Pati një ditë të vështirë. Dafina ekzaminoi shishen me kujdes. Kam nevojë që të përgatitësh një çaj special për të. Do të jap udhëzimet e sakta. Teuta ndoqi Dafinën deri në kuzhinë, ku gruaja filloi të përgatiste një përzierje që qartësisht përmbante më shumë se sa çaj. Dafina shtypi disa nga tabletat e rreme dhe i përzieu në pijen e nxehtë, së bashku me pluhura të tjerë që Teuta nuk i njohu. Ky çaj duhet të shërbehet saktësisht në orën 9, udhëzoi Dafina. Jo më parë, jo më pas. Më e rëndësishmja, vazhdoi Agoni, si e di për kamerat që instalova fshehurazi në të gjithë shtëpinë 2 javë më parë. Dafina shikoi rreth dhomës me dëshpërim. Kamera? Të gjitha bisedat tuaja, të gjitha planet tuaja, çdo gjë është e regjistruar. Policia duhet të jetë rrugës në këtë moment. Sikur të ishte një sinjal, sirenat filluan të dëgjoheshin në distancë, duke u bërë më të larta çdo sekondë. Burri i armatosur u kthye nga Dafina. Ti the se kishe gjithçka nën kontroll. Unë kisha, bërtiti Dafina, duke rënë në panik. Ai po gënjen. Ai është i verbër. Jo aq sa e imagjinoni ju, tha një zë i ri te dera. Të gjithë u kthyen për të parë Erën të ndaluar në hyrje me telefonin e saj në dorë. Dhe nuk janë aq vetëm sa mendoni. Kam qenë duke transmetuar gjithçka drejt për drejt për policinë gjatë 5 minutave të fundit. Konfuzioni që pasoi ishte intensiv. Burrat e Dafinës u përpoqën të iknin, por shtëpia ishte tashmë e rrethuar. Dafina bëri një përpjekje të fundit të dëshpëruar për të mbajtur kontrollin e situatës. Kjo nuk do të funksionojë, i bërtiti ajo Agonin. Edhe nëse keni regjistrime, unë do të them se ti je i paqëndrueshëm, që po ke deluzione paranojak. Dafina, tha Agoni me qetësi, duke u çliruar nga litarët që dukshëm nuk ishin aq të shtrënguar sa dukej, ka një gjë që ti ende nuk e ke kuptuar për të gjithë këtë situatë. Çfarë? Teuta nuk është thjesht punonjësja ime. Dhe Era nuk është thjesht mbesa e saj. Teuta dhe Era u panë në sy, të konfuzuara për një moment. Gjatë muajve të fundit, vazhdoi Agoni, këto 2 gra treguan më shumë guxim, integritet dhe besnikëri se sa çdo person në jetën time. Ato rrezikuan gjithçka për të mbrojtur dikë që mezi e njihnin, thjesht sepse ishte gjëja e duhur për t'u bërë. Ai u kthye nga Teuta dhe Era. Dhe për këtë, ato u bën familja ime reale. Nuk ka rëndësi se çfarë do të ndodhë ligjërisht me pasurinë time, një pjesë e konsiderueshme tashmë është transferuar në një fond që do të garantojë që Teuta dhe Era të mos kenë më kurrë nevojë të shqetësohen për paratë. Dafina lëshoi një britm zemërimi dhe dëshpërimi. Ti nuk mund ta bësh këtë. Unë jam e fejuara jote. Unë kam të drejta. Ti ke të drejtë për një gjykim të drejtë, tha oficeri i policisë që sapo kishte hyrë në dhomë. Dhe bazuar në atë që sapo dëshmuam dhe në provat që Zoti Kastrati na dha, ai gjykim nuk do të jetë shumë i favorshëm për ju. Ndërsa Dafina dhe bashkëpunëtorët e saj po largoheshin me pranga, Agoni u kthye nga Teuta dhe Era. Ju e shpëtuat jetën time. Më shumë se këtë, më kthyen besimin te njerëzimi. Teuta ndjente lotët që rridhnin nëpër fytyrën e saj. Zoti Agon, ne vetëm bëm atë që çdo person i ndershëm do të bënte. Jo, Teuta.
Ju bëtë atë që njerëzit e jashtëzakonshëm bëjnë. Dhe për këtë, nëse më lejoni, do të dëshiroja shumë që ta konsideronit këtë shtëpi si shtëpinë tuaj. Jo si punonjëse dhe vizitore, por si familje. Era shikoi nënën e saj, pastaj Agonin. Zotëri, a jeni i sigurt? Kur nuk kam qenë aq i sigurt për diçka në jetën time. Teuta e përqafoi të bien, duke lejuar më në fund veten të ndjente lehtësimin e plodh. Muaj frike, gënjeshtrash dhe rreziku kishin përfunduar. Dhe në një mënyrë të pabesueshme, kishin përfunduar jo vetëm me siguri, por me një familje të re që asnjëra prej tyre nuk kishte pritur ta gjente. Atë natë, ndërsa policia po përfundonte mbledhjen e provave dhe Dafina po akuzohej zyrtarisht për tentativë rrëmbimi, zhvatje dhe tentativë vrasjeje, Teuta dhe Era u ulën me Agonin në dhomën që kishte qenë skenë e aq shumë momenteve të tensionuara. Si e diti zotëri se mund të kishit besim të ne, pyeti Era. Agoni buzëqeshi. Kur ju rrezikuat gjithçka për të më paralajmëruar për ilaçet, edhe duke e ditur se kjo mund t'i kushtonte punën nënës suaj. Dhe kur ju, Era, patët guximin e mjaftueshëm për të konfrontuar një burr që besonit se ishte i verbër dhe i pambrojtur. Ju më treguat se ka njerëz në botë që zgjedhin të bëjnë atë që është e drejtë, edhe kur është e vështirë. Dhe tani, pyeti Teuta. Tani fillojmë përsëri. Të gjithë ne. Si një familje e vërtetë. Nga jashtë, vila që kishte qenë një vend misteri dhe rreziku fillonte të shndërrohej në diçka krejtësisht të ndryshme, një shtëpi ku guximi kishte triumfuar mbi lakmin, ku e vërteta kishte fituar mbi gënjeshtrën, dhe ku tre njerëz që fati i kishte bashkuar në rrethanat më të pamundura kishin gjetur te vetvetja forcën për të mbrojtur njëri tjetrin. 6 muaj më vonë, vila Kastrati ishte transformuar plotësisht. Muret që më parë bënin njehon heshtjeve të tensionuara tani vibronin me të qeshura, biseda të gjalla dhe muzikën që Era zakonisht luante ndërsa studionte. Teuta kishte zbuluar se administrimi i një shtëpie të madhe ishte pafundësisht më i këndshëm kur bëhej me dashuri dhe qëllim, në vend të frikës dhe nevojës. Agoni kishte insistuar që ato të zhvendoseshin përfundimisht, por jo si punonjëse. Teuta tani ishte zyrtarisht administratorja e shtëpisë dhe e bizneseve personale të Agonit, me një rrogë që ende e linte të turpëruar kur mendonte për të. Era ishte regjistruar në shkollën më të mirë private të Tiranës, me të gjitha mundësitë arsimore që gjithmonë kishte ëndërruar, por kur nuk kishte guxuar të imagjinonte se mund t'i kishte. Nën, tha Era një mëngjes të shtunë, ndërsa po pinin mëngjesin në kuzhinën që ishte bërë zemra e shtëpisë, atë kujtohet se si zakonisht shqetësoheshin për qiran në fund të muajit. Teuta buzëqeshi, duke përzier sheqerin në kafen që tani mund të ishte e llojit më të shtrenjtë pa ndier faj. Duket si një jetë krejtësisht e ndryshme, apo jo? Është një jetë krejtësisht e ndryshme, tha Agoni, duke hyrë në kuzhinë i veshur me rroba rastësore dhe duke mbajtur gazetën. Gjatë muajve të fundit, ai ishte bërë një version i relaksuar dhe i lumtur i vetvetes që Teuta dyshonte se as ai nuk e njihte më parë. Dhe është saktësisht jeta që ju meritoni. Gjykimi i Dafinës ishte mbuluar gjerësisht nga media, veçanërisht pasi u zbulua se ajo kishte kryer mashtrime të ngjashme me të paktën 3 burra të tjerë të pasur gjatë 5 viteve të fundit. Ajo u dënua me 15 vjet burg dhe bashkëpunëtorët e saj morën dënime proporcionale. Rasti u bë një shembull i studiuar në kurset e drejtësisë për krimet kundër të moshuarve dhe njerëzve të prekshëm. Por për Teutën, Erën dhe Agonin, Dafina ishte bërë vetëm një kujtim i pakëndshëm i një periudhe që kishin të i kaluar së bashku. Ata rrallë flisnin për të, duke preferuar të fokusoheshin në të ardhmen që po ndërtonin. Agon, tha Teuta, duke shërbyer vezët që kishte mësuar t'i bënte saktësisht siç i pëlqente ai, Era ka një novitet për të treguar. Era u skuq paksa. Nuk është asgjë e madhe. Është po, insistoi Teuta, qartësisht krenare. Tregoj ati. Era pshertiu, por po buzëqeshte. Mora një letër dje. Jam pranuar në programin e shkëmbimit akademik për të studiuar letërsi të krahasuar në universitet. Agoni ndaloi me pirunin në mes të rrugës drejt gojës. Era, kjo është e jashtëzakonshme. Kur fillon? Në semestrin tjetër. Por, ajo hezitoi. Por çfarë? Do të thotë se do të qëndroj jashtë për gati një vit. Dhe pas gjithë asaj që kaluam, nuk e di nëse dua të qëndroj larg familjes për aq kohë. Agoni uli pirunin dhe shikoi seriozisht vajzën. Era, prej sa kohësh ëndërron për këtë mundësi? Që kur e mbaj mend veten.
Atëherë nuk ka diskutim. Ti do të shkosh dhe do të na marr mallit merësisht dhe do të jetë e mrekullueshme. Teuta tundi kokën me forcë. Dhe përveç kësaj, është vetëm një vit. Kjo shtëpi do të jetë këtu kur të kthehesh. Me dhomën tënde saktësisht siç do ta lësh, shtoi Agoni. Dhe me 2 njerëz që do të jenë absolutisht të paduruar për të dëgjuar të gjitha aventurat e tua. Era ndjeu lot mirënjohje në sy. Ende e surprizonte se si jeta kishte ndryshuar në një mënyrë aq dramatike. Jo vetëm financiarisht, por emocionalisht. Për herë të parë, ndjente se kishte një familje të qëndrueshme që e mbështeste pa kushte. Atë pasdite, siç ishte bërë traditë të shtunave, të 3 u mblodhen në bibliotekën e rinovuar. Agoni e kishte transformuar hapësirën në atë që ai e quante qendra e komandës familjare, ku diskutonin gjithçka nga planet e udhëtimit deri te investimet në bamirësi. Duke folur për novitete, tha Agoni, duke nxjerrë disa dosje nga një sirtar, kam diçka për ju të dyja. Teuta dhe Era u pan në sy kurioztare. Teuta, a të kujtohet kur biseduam se si ti gjithmonë ke dashur të kesh biznesin tënd? Më kujtohet, u përgjigj Teuta me kujdes. Por Agon, ti tashmë ke bërë shumë për ne. Ky nuk jam unë duke bërë diçka për ju. Ky jam unë duke njohur një talent natyral. Agoni hapi një nga dosjet. Ti ke një dhunti për organizim dhe administrim që është e rrallë. Dua që të konsiderosh hapjen e një kompanie konsulence rezidenciale. Për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë për të organizuar jetët e tyre shtëpiake. Teuta shikoi letrat që Agoni kishte përgatitur. Ishte një plan biznesi i plot, me financim fillestar, klient potencial dhe madje edhe një listë të punonjësve të kualifikuar që ajo mund të punësonte. Agon, kjo është e pabesueshme. Por unë nuk di asgjë për administrimin e një biznesi. Ti administron këtë shtëpi dhe jetën time personale më mirë se çdo kompani që kam parë, u përgjigj Agoni. Dhe ti nuk do të ishe vetëm. Do të ishe partnerja ime e heshtur, por një partnere. Era po studionte letrat mbi supin e nënës. Nën, shiko këtë. Ti do të ndihmoje familjet e tjera që po kalojnë atë që ne kalonim. Familje që kanë nevojë për mundësi, por edhe për dikë që i kupton luftrat e tyre. Ideja filloi të kishte kuptim për Teutën. Ajo vërtet kishte zhvilluar aftësi gjatë muajve të fundit që nuk e dinte se i zotëronte. Dhe mundësia për të ndihmuar njerëz të tjerë në situatën ku ajo kishte qenë ishte tërheqëse. Dhe Era, vazhdoi Agoni, duke hapur dosjen e dytë, kjo është për ty. Brenda kishte dokumente që lidheshin me një fondacion arsimor. Fondacioni Teuta dhe Era për arsimimin e të rinjve në situatë të vështirë. Do të fokusohet në identifikimin e adoleshentëve të talentuar nga familje me të ardhura të ulta dhe garantimin që ata të kenë akses në të njëjtat mundësi arsimore që ti po ke tani. Era mbeti pa fjalë. Një fondacion me emrin ton? Ju të dyja ndryshuat jetën time në një mënyrë themelore. Kjo është mënyra ime për të garantuar që familje të tjera të kenë shansin për të ndryshuar jetët e tyre gjithashtu. Teuta ndjente lotët që rridhnin në përfytyrën e saj. Agon, pse po i bën të gjitha këto? Agoni u ngrit dhe eci drejt dritares që jepte nga kopshti ku, muaj më parë, Teuta e kishte gjetur të humbur në shi. Ju e dini, unë ndërtova një perandori biznesi, grumbullova më shumë para se sa mund të shpenzoj në disa jetë, arrita gjithçka që shoqëria thotë se përcakton suksesin. Por derisa ju hyre në jetën time, unë nuk e dija se çfarë ishte të kesh një familje të vërtetë. Ai u kthye nga ato. Dafina pothuajse më mori gjithçka, përfshirë jetën time. Por ajo që vërtet pothuajse më mori ishte shansi për të zbuluar atë që vërtet ka rëndësi. Ju jo vetëm që shpëtuat jetën time fizike. Shpëtuat jetën time emocionale gjithashtu. Dhe ti shpëtove tonën, u përgjigj Teuta. Në një mënyrë që shkon shumë përtej parave apo mundësive. Atëherë jemi barazim, tha Agoni me një buzëqeshje. Dhe tani kemi pjesën tjetër të jetës sonë për të zbuluar se çfarë tjetër mund të arrijmë së bashku. Atë natë, pasi Era u tërhoq për të studiuar për provimet finale, Teuta dhe Agoni u ulën në verandën që ishte bërë vendi i saj i preferuar për reflektim. Pamja e Tiranës në distancë ishte mahnitse, por Teuta nuk impresionohej më nga luksi. Kishte mësuar se pasuria e vërtet ishte në lidhjet njerëzore të sinqerta. Teuta, tha Agoni, a mund të bëj një pyetje që kam dashur ta bëj prej muajsh? Sigurisht. A pendohesh për ndonjë gjë?
Për punën këtu, për gënjeshtrat që të duhej të tregoje, për rrezikun me të cilin u përballët, Teuta mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Nuk pendohem për asgjë. Por ka një gjë që më shqetëson. Çfarë? Që u vonova aq shumë për të pasur besim te instinktet e mia për Dafinën. Sikur të kisha vepruar më herët. Sikur të kishe vepruar më herët, mund të kishe vënë veten në rrezik pa pasur informacionet e nevojshme për t'u mbrojtur. Ju vepruat saktësisht në momentin e duhur dhe në formën e duhur. Dhe sikur të mos t'ia kishim dalë, Agoni i mbajti dorën butësisht. Por ja dolët. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Ata mbetën në heshtje për disa minuta, duke vëzhguar dritat e qytetit. Agon, tha Teuta më në fund, faleminderit që na dha një shans për të pasur një jetë që kur nuk e kishim imagjinuar se ishte e mundur. Faleminderit që më kujtuat se çfarë e bën jetën vërtet të vlefshme. 2 vjet më vonë, kompania e konsulencës së Teutës po lulëzonte, me klient në disa qytete dhe një listë pritjeje të familjeve që donin shërbimet e saj. Fondacioni Teuta dhe Era kishte dhënë bursa për më shumë se 50 të rinj, dhe Era ishte kthyer nga shkëmbimi me plane për të studiuar drejtësi për të punuar me të drejtat e njeriut. Vila Kastrati ishte bërë një qendër e aktiviteteve familjare, me Teutën që organizonte darka të rregullta ku ajo, Era dhe Agoni prisnin bursistët e fondacionit dhe familjet e tyre. Ishte një traditë që kishte lindur natyrshëm, nga dëshira për të krijuar një komunitet njerëzish që kuptonin vlerën e mundësive dhe ishin të gatshëm të ndihmonin të tjerët t'i gjenin ato. Agoni kishte zgjeruar bizneset e tij, por tani fokusohej në investime etike dhe kompani që krijonin ndikim social pozitiv. Ai thoshte se Teuta dhe Era i kishin mësuar se paraja kishte vlerë reale vetëm kur përdorej për të përmirësuar jetën. Një pasdite të diele, ndërsa po përgatitnin darkën javore për 20 persona, Era komentoi: "Nën, atë kujtohet kur mendonim se të kishim para të mjaftueshme për Qiran do të ishte kulmi i lumturisë që mund të kishim?" Teuta qeshi, duke marinuar sallatën që ishte bërë e famshme mes të ftuarve. "Më kujtohet. Dhe e di çfarë është qesharake? Ne kishim të drejtë." "Si kështu?" "Të kishim bazën të garantuar ishte vërtet çelësi i lumturisë son. Çdo gjë tjetër që erdhi pas ishte bonus." Agoni, i cili po rregullonte tryezën për të ftuarit, ndaloi për të dëgjuar bisedën. "Diferenca, vazhdoi Teuta, është se tani kemi bazën të garantuar jo vetëm për ne, por edhe për familje të tjera. Dhe kjo është një lloj lumturie që unë kur nuk e kisha imagjinuar se ishte e mundur." Agoni buzëqeshi, duke vëzhguar 2 gratë që kishin transformuar shtëpinë e tij në një vatër dhe jetën e tij në diçka vërtet domethënëse. Dafina kishte tentuar t'i merrte gjithçka që ai zotëronte, por në vend të kësaj, ajo pa dashje i kishte dhënë dhuratën më të madhe të jetës së tij, një familje reale, të ndërtuar jo në gjak apo kontrata, por në dashuri, guxim dhe sakrificë reciproke. Ndërsa të ftuarit e parë mbërrinin, duke mbushur shtëpinë me të qeshura dhe biseda të gjalla, Teuta reflektoi mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që i kishte sjellë deri aty. Nga një apartament i vogël ku numëronin qindarkat në një vilë ku numëronin bekimet. Nga frika e vazhdueshme për të ardhmen të emocioni për mundësitë e pafundme që hapeshin para tyre. Më e rëndësishmja nga të gjitha, kishin mësuar se guximi për të bërë atë që është e drejtë, edhe kur është e vështirë, gjithmonë gjen një formë për t'u shpërblyer. Jo domosdoshmërisht në formën që presim, por gjithmonë në një formë që i bën jetët tona më të pasura dhe më domethënëse. Dhe kur Era ngriti një dollja të natë, duke falënderuar për familjen që kishin zgjedhur dhe ndërtuar së bashku, Teuta e diti se nuk kishte fund më perfekt për historinë e tyre se sa ai moment, të rrethuar nga dashuria, qëllimi dhe siguria se kishin gjetur saktësisht se ku përkisnin. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Teutës, Erës dhe Agonit të ketë prekur zemrat tuaja po aq sa preku tona. Ky udhëtim guximi, familjeje dhe transformimi na kujton se rrethanat më të vështira mund të çojnë në destinacionet më të jashtëzakonshme. Nëse u ndjek të emocionuar me këtë narrativ superimi dhe bashkimi familjar, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton për më shumë histori që festojnë forcën e shpirtit njerëzor. Lini një pëlqim nëse Teuta dhe Era ju frymëzuan dhe na tregoni në komente se cila pjesë e historisë ju markoi më shumë. Çdo ditë sjellim rrëfime unike që eksplorojnë kompleksitetin e jetës dhe bukurinë e lidhjeve njerëzore. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme, ku do të vazhdojmë të eksplorojmë histori që vërtetojnë se mirësia gjithmonë gjen një formë për të triumfuar.